Melbourne. Melbourne. Ah. O Lal, si është jeta atje? Jeton ndershmërisht e vlla. A ja vlen punosh Po jetosh? të kesh letra, po të kesh pasaportën e këtu, domethënë kur themi letra pasaportë, sepse me letra 2 vjeçar, 1 vjeçar është varilisht. Po të kesh pasaportë je nish. Po pse ku është ndryshimi? Po sepse me letra këtu domethënë të nxjihet jeta, nuk i ke të drejtat e barabarta. O vlla, rroga, sa është rroga në mujt punosh ndershmërisht? Pranë varet ç'a bën në shoku im. Po ndërtime la. Ndërtim, okay, ndërtim po varet dhe ndërtimu francez. Ç'a mund të jesh? Të jesh ustad, të jesh punëtor vllaçi. Ti je zanatçi e la. Ti je zanatçi ke lekë valla. Ke të paktën $8,000 me $10,000. $10,000 në muj. Minimumi. Bravo. Tani, Një sekond, sa një është sekond, ti një me sekond. pagu e la në muj me Një qera? sekond të ta shpjegoj. $10,000 të punosh për kompaninë, okay? Ndërsa po të punosh self-employed që quhet, domethënë punosh për veten tate, të marrësh për shembull vetë ke shtëpi, do ta riparoja, e ke parasysh? Po. Edhe i bën çmim ti, i bën pazar, i thua, unë dua $25,000, dua $18,000, varet se çka ka për të bërë, normale. Aty ke përfitim marramëndës, po. Po mirë, ti që je me letra 2 vjeçare, e hap do ti kompani? Unë jam me dokumenta angleze. E hap do ti kompaniti? Po duhet të rri dhe një vit këtu që ta po unë vajta 6 muaj këtu duhet të Bravo, ti që je me dokumenta angleze, çu ke marr? I kam marrë, kam pas dokumenta franceze, nga franceze i ktheva i bëra angleze, nga angleze erdha në Australi. Po këtu në Francë, me azili mora apo me martesë? Jo, burr, as me azil, as martesë. Qysh i more? Po janë këta, tani çfarë themi këtu? E ke parasysh këta që janë nga Afrika? E, Po këta që flasin që i ka pushtuar Franca? po, Flasin frëngjisht? po. Po në për fshatrat e tyre këta nuk regjistrohen. Ne ke parasysh se mos ta merr në njëri përket si puna regjish në kuptimin e fjalës, e ke parasysh? Po, shi. Pa, Nuk regjistrohet fare, e ke parasysh. Vjen në Francë dhe deklaron ai jam francez, edhe ai s'ka as shenjë gishtash në shtetin e tij as pishkën e semës fare. Ha, Vjen në Francë, gjeta personin, dhash 17.000, direkt, vajta atje me përkthim, ai unë flisja shqip, ai frëngjit në mua më qive nënë, thash folër e kari, se kam dhënë lek të vlla. Kaluam aty, kisha mësuar një 20 fjalë në frëngjit, bla bla bla, se kam jetuar në Francë një 6 muaj, edhe mora pasaportën e ika, po ajo pasaport është brenda vitit dhe duhet vesh ta rinovosh dhe i herë, ke parasysh. po. Kur bën rinovimi pastaj quhesh shtetësh francez, nuk është si pasaportat franceze, po është me një si ta shpjegoj ty, është për të qarkulluar, për të lëvizur, për travel, për udhtim. E ma atë pastaj erdha ndrova unë direkt, ç'desha unë me ku të veja unë se flisja për Ti vllai, ti po dush atje në Australi, hap do të firmë me këtë taten, me këtë lloj dokumenti që ke? Po, e hap unë, po do të rri dhe i vit që të marrë që ta kthej dokumenti, ta kthej ta bëj. Ai ke jetu në Angli ti ke jetu në Angli? Po, në Angli kam adresë, në Angli jetoj unë. Bravo. Tani në Angli, me që të hapësh i kompani taten, qa të duhet? Asnjë gjë, të kesh një letër, çdo lloj letër të kesh, hapën kompani për 5 minuta online, bla bla bla, go.uk, ka aty futesh atë çfarë. Po mirë, po të kesh dënimja, qysh jam unë që jam i dënum këne në Francë? Po t'jesh i dënum në Angli ke problem, po t'jesh i dënum në Europë. Jo, rrëlla, jam për shembull zemë unë në Angli s'kam qenë asnjëherë, dal në burgu unë për shembull. Iki do të direkt në Angli me prit me marr robje vëlla. T'ja fjalën e burrit. Un kam përbërsh të bëj letra 2 vjet e gjysmë për punë 3 muaj. Ora zvuj unë për t'i bëj letrat e vëlla, se merr femra ime, unë se kam femrën angleze në Angli. Po erdhe po vajte në atë, po vajte në Angli. Se po thoja po erdhe në Australi. Po vajte në Angli, se do të them dhe unë në Angli shumë shpejt. Po vajte në Angli, shoku im ka mbaruar çdo gjë. Nuk të intereson se çka ke bërë jashtë, sepse ka bërë Brexit Angli. Bravo. Po mirë viza për shembull, për sa mund vonoj? Varet çfarë vizë kërkon. Ore vizë do martohem unë vëlla. A me martesë? Po vëlla. Maksimumi 6 muaj. 6 me një vit e ka, po për 6 muaj me vizën. 6 muaj iki me avion si zotniu. 100%. Po dale, e dash Ka lidhje se unë kam bë burg për tentativë rasti. Nuk i intereso fare dëgjoj online, se si puna jote kam qenë unë aty në Francë, në Belgjikë, në Greqi, në Itali, mos e vrit më.
Ashtu kam andër qefun e la, do dal në burgu, do rrinja 2-3 muaj sa të bëj të pasaporta të gjona. Pyetja ime është goca Në që Angli, është direkt në europiane apo Angli, angleze? vlla do hapi firmë edhe du të punojnë halal. Po desh anglisht punon ti po dëgjoj mua se do ta shikosh Po është dhe për ndryshim. zonin punë tamam, se për iki ndërtoj familjen, se për iki të bëj karrierë. Goca që është europiane apo është angleze? Anglezën, vlla. Ah, okay, po është angleze i ke 100%. 100% ajo më ndërtoj garanci. familje, o vlla, dhe iki unë, po them kështu që hajde sa për ta shu, e po kupton. Je i Iki madh, do të besoj. të shtroj jetën e Davut. Marrova burgun, Për në Angli nuk të ha fare. Ka bërë të shumë me sa punë merresh aty në Australi? Vërtetë asnjë lloj pune zero. Rrek. Po ç'i jetoti aty valla? Mirë në Francë kena bërë 2 lekë bura montani për koktatë. Po nat në lekë pra. Ta zero sa i madh që është. Që tregon Vinjani si gjithë ato që kanë lekin gjend duke u qajt e lani. Jo s'kemi, jo ne. Që doli Fanjani që ka lek. Ja, me këto më shkatërroti mua. Tu bafshin 1 milion herë më shumë. Me Kështu i gjofsha të gjithë shqiptarët e valla. Kështu i pafsha të gjithë që të thënë ikë valla se s'kam nevojë të punoj. Ja ka marrë mas e bëj punë këtu prandaj erdha. Jo mirë shumë bukur, po. Me ligje, që thesha ne, është mirë apo keq ligje? Tu me ligjet është për të qirop, tu që nga shumë kështu, shumë different, shumë ndryshe nga Europa, shumë ndryshe. Ato që shikon ti që ke parti në Francë apo në Gjermani apo në për Europë përgjithësi, nuk ekziston këtu fare, është 100% different. Po është domethënë nuk ka lidhje fare. Nuk ekziston domethënë gjëra që i shikon në Europë ose që domethënë kështu nuk fare. Si e shiko gjendjen me shpresat të Zotit, çfarë bëhet? Lali jot akoma pra kisha gjyqin sot akoma. Po pra po, dëgjova unë bisedën. S'm kanë thirrë pra s'nxorrën ose marr vesh çfarë po bëhet vallai. Po mirë Francë, nuk ka një farafati se unë paga shumë i kam këto ide, nuk ka një farafati. I tregova policit sot, i thash o vlla, hera dytë që kam gjyqin, që vjen data gjyqit dhe ju s'u thrisni, ai u çuditër vlla, dhe qelloi polici mirë sot. Tha diki unë dhe intereson dhe shof të kompjutri. Iku pa aty e erdhin tha mund gjotha. Afatin e funit që ty të skadojnë gjitha afatet, tha ti e ke me 15 shtator 2026 tha. Po. E ke ato, tha tani tha këto rrezik sjellin ty tha data gjyqi kështu të shtyr tha, ty se kanë kohë, tha, kanë vej vit kohë, tha. Të mbajnë ashtu varur, Po ndoshta, që unë deri në 3 vjetë kisate, po unë e di që kjo t'intereso sepse nuk e di se vajta vite që kam vi nga Franca. Kjo t'intereso ty mos të bëhet gjyq, se më duket se atë quhet një e gjys. O la, po i saj është e burë, si të ndënojnë, si mos më dënojnë falje do t'i marrën, a kupton? Po, është dhe ajo që merr ato po. Burë i saj do bëhet, vlla, nuk ka lidhje dënojnë mund apo jo, s'dënojnë, po. Regjistruan punë aty? Jam regjistru, kam punu një 13 muaj. Okej. Edhe... Një me një 13 muaj apo gjys për gjys? Që gjys për gjys? Do më thënë, quhet një për një ato 13 muaj që ke punu? Nuk e di unë, unë se di, unë kam 3 vjetë burg, unë s'ka marrë asi ditë falje. Ditën që do dënohen, do marrë dhe faljet e gjykatës, edhe faljet për çdo vit këtu në burg. Do më thënë, për çdo vit kanë drejt më japin deri në 6 muaj faljet burgut mu. Po s'ti japin gjitha, do më japin për vitin e parë do më japin 4 muaj, për vitin e dytë do më japin 3 muaj, për vitin e tretë do më japin 2 muaj 15 ditë për shembull. Varet për 4 vjet sa mund, për shembull, e zem do dënonin vitin tjetër unë, kam ba 4 vjet burg, për 4 vjet burg 1 vit e gjys 2 vjet i marr vetëm nga burgu, falje. Edhe ja 2 vjet i marr nga gjykata. Hethi ekspulsin vi Shqipëri direkt. Okej. Shumë pretendoj me kalu këtë lloj sikleti e thave. Atë mos e vrit mendje, e bezo të një. Se vras menjen e jo, se burgun e hoqa unë sa kam bas do baje, jo, po. E jam vjeni na që kam gjona për Terezimër, vla, a kupton, du dal t'i jap drejtim jetës e shoku, s'kam ko ma.
me humë. Dëgjoj shokun, ato që mendon tani kur je aty, kur të dalësh jashtë, ato ndryshojnë 100% gjërat, e kupton? Kush gjëra? Po kanë ndryshuar shumë gjëra në Francë, ajo parasysh je sa vajte brenda, 3 vjet. Po ç'pun kam me Francën unë vëlla, unë jetoj në Francë më shoh. Jo, sa vajte brenda thash, 3 vite. 3 vjet. Kur dalësh jashtë, kanë ndryshuar shumë gjëra, domethënë kanë lvizur gjërat, e kupton vllai? Vllai im, gjo këtu. Gjanat nuk ndryshojnë, ndryshojnë njerëzit. A kupton? Po mirë, po, fra, mana burr tani, po ne Mirë pra, kuptoni njerëzit, pun kam me njerëzit, unë shoh veten time, shoh gjanat e mia, a kupton? Mirë, pa njerëz nuk bëhet asgjë, gjë vllai. Po mi ato njerëz të mi që i kam rregull. Okej, kjo është nice. A kupton? Nice. Unë se duhet thjesht ta marroj këtë burgun e Lalje dhe filloj një kapitull të ri tjetës time, si me thama, kupton? Po aty të kam vënë re që i vetëm tek pull, domethënë rri vet apo e ke kërkuar vet apo është burg Jo, tjetër? vëlla, çdo sektor ka 36 dhoma, nga 36 dhoma, 8 dhoma janë teke. 3 dhoma janë për këto që punojnë te sektori, edhe të tjerat janë për këto që janë mandat kriminal. Okej, po. Janë në çështje të rënda, e ke parasysh? Kuptoj. Unë rri dhe dyshe, po deme, vlla, po unë kam zgjedh vetë se është luks, se tjerët janë nga 3 veta në dhomë, 2 krevata, 3 veta, njëri flen tok. Ba. Do me thanë privatësia, të kesh i çik privatësi është luks në burg. Eksakt, e di. S'boti kushteti vetëm me njëri tjerë po flen sip njëri tjetrin. Ba. E mbytën arab besoj aty, shumica janë arab. Po kush e rulesh për arabët, tu e la arabët janë hallka funit, zinxhirit ushqimor apo. S'bët fjalë, po flas që shumë janë arab. Po normale se janë shtëpit vetu ato. Pa. Domthon kur themi arab, maroken, tunisian, domthon nga këto raca. Përshëndes Lali ty dhe Lali. Përshëndes, je shumë djalë i mirë dhe je pozitiv, besoj, disa qesh me ty kur shikoj se ke jep sa përgjigje kështu. Tu shtof tjeta, tu shtofshin kret bereqetet e Lali. Love you broski, love you, trut zoti, lirim shpejt. Faleminderit. Ti unë la, se u mërzit as po më rrjet mo. Digi se do shofi qikë. Netflix. Kam për të pa nej film horror sonte. Netflix. Francisco. Jam qef mirë këtë herë. Dje u qef hamram darkët. Se thash për i gjin gjyqë sot. Asin gjyqë si i ka azi gjanë. Ka në i lafë, në koment funi. Ala. Kam gec unë? Ja. Kam dhe këtë tabelën. Vlla i moran do të keqen. Frans të përshëndes shumë dhe fushkrujës të keqen. I rujtë zoti. Shumë i stresun, bukesh leje bari. Jam i stresun përse kam nga bari. Respekt lirim shpet. Faleminderit. Ika.